Heja njerëz të bukur si jeni sot? Kisha vajtur për të blerë ca gjëra që thoni. Po, tu shpjegoj diçka një herë. Këtu kemi warehouse që quhen, që janë këto nga dyqanet siç i shesin në për dyqane, po këto janë të mëdhatë, si thonë zyrat, ku diun, tani fabrikat që jashtu si ku diun. Edhe nëse punon atje, unë nuk punoj, punon një shok tonë, ke shumë ulje, mund të vesh të blesh gjëra atje. Do të tregoj një dy gjëra që bleva unë me shumë pak ulje. Fillojmë me këtë, që është për ta shtruar përde në tualetë. Originali bën te 18, edhe unë mora 4,5. Pastaj mora këto çizmet për djalin, për në lucra, e dini, tani, për në baltë. Nga 22 e mora 4,5. Për plazh mora këto, vetëm pjesën lartë. Nga 24 e mora 2,5. Pastaj mora këtë trikon. Shikoni sa i bukur që është, o zot. Kjo sa bënte? Kjo nga 37 e mora 6,5. Shumë më mirë. Mora këto që i dua për në palestër, të thjeshta. Këto ishin nga 26, i mora 4,5, 5,5 më duket se i mora. Edhe blerja më e mirë, për të cilën u zura me shoqen, se e pam të dyja, është ky tapet, është, shikojni tani çfarë është. Edhe ky bënte, çmimin e kishte në fillim 145, edhe unë e mora 35. Këto. Ciao.